Joni Keta është zgjedhur kreu i ri i Byros Kombëtare të Hetimit, e njohur si FBI-a shqiptare, me 11 vota pro nga KLP. Ai do të drejtojë strukturën për 5 vite pas një gare që filloi me 13 kandidat dhe u përqendrua te 7 finalist. Keta, ish zëvendës drejtori i BKH-s dhe oficer në prokurorinë për krimet e rënda, ka ndjekur nga afër transformimet e drejtësisë shqiptare, duke kaluar nga prokuroria e shkallës së lartë tek SPAK dhe më pas tek BKH. Vendimi u monitorua nga partnerët kryesor ndërkombëtar, SBA dhe BE, duke e bërë këtë zgjedhje një moment kyç për forcimin e hetimeve dhe integritetin e strukturave të drejtësisë. Joni Keta është një nga oficerët themelues të BKH-s dhe drejtimi i tij shënon një fazë të re për strukturën. Ish presidenti Bamir Topi u thirr sot nga SPAK për ngjarjen e 21 janarit, ku 4 protestues humbën jetën në bulevardin përpara kryeministrisë në 2011, pasi doli nga prokuroria posaçme në një deklaratë të shkurtër për gazetarët. Topi theksoi se çështja është ende në hetim dhe respekton funksionin e institucionit. Çdo gjë është në fazë hetimi, në respekt të institucionit. Ngjarja e cila është një nga më tragjiket në historinë moderne të Shqipërisë, solli akuza reciproke mes qeverisë dhe opozitës, ndërsa drejtësia ka dënuar me vite burg disa nga përgjegjësit e Gardës së Republikës për pakujdesi. Paraqitja e Topit në SPAK thekson rëndësinë e zbardhjes së së vërtetës dhe ndriçimit të përgjegjësisë historike për ngjarjet që tronditën vendin. Kryeministri Rama duket se I ka shpallur luftë gjyqtarëve pas qetësisë verore. Sot sulmet e tij bien mbi kërkesën e kushtetueses për rritjen e pagave të magjistratëve. Gjyqtarët kërkojnë deri në 3100 euro mbi pagat aktuale, një rritje që për disa duket e papranueshme, por Rama e sheh si rrezik për balancën demokratike. Historia nis nga 2019, gabime në përllogaritin e pagave, ndërhyrje në parlament, vendimet e kushtetueses dhe rritje minimale që si përfshin gjyqtarët. Unionit I duket se po u mohohet rritja reale, duke u krijuar një ulje faktike të pagës, pavarësisht formalitetit. Përplasja është e thellë, ekzekutivi, gjyqësori dhe ligji në një betejë ku politika përpiqet të imponojë kontroll mbi pavarësinë e sistemit gjyqësor. Komisioni I ligjeve ka shpallur 6 kandidatët për avokatin e popullit, por zgjedhja është në ngërç. Mazhoranca kaloi me 9 vota emrat, ndërsa PD-ja tërhoqi firmat e mbështetjes duke krijuar përplasje dhe debate të ashpra. Deputeti Strazimiri sulmon interpretimin e ligjit. Manja kundër përgjigjet, ju gënjyet kandidatët. Kandidatë si Adriana Kalaja dhe Aranita Braho siguruan mbi 30 firma, ndërsa disa të tjerë u përjashtuan. Mazhoranca mohon tërheqjen e PD-s, duke thënë se u bë jashtafatit, ndërsa opozita këm ngul për të dhënë argumentin e gabimit procedural. Në mes të tensionit politik dhe rregullave ligjore, procesi për zgjedhjen e avokatit të popullit mbetet I bllokuar dhe vendimi final do ta shohim të njëjtën në kuvend. Ministri I Mbrojtjes Piro Vengu është nën 2 masa kufizuese nga aleatët e Shqipërisë. Greqia I ka kufizuar qëndrimin Schengen nga 3 muaj në vetëm 1 muaj dhe nuk e njeh pasaportën e shërbimit shtetëror për shkak se ai nuk ka kryer shërbimin detyrues ushtarak. Turqia nga ana tjetër I ka bllokuar informacionet sensitive ushtarake, duke ngritur dyshime mbi besueshmërinë e tij. Prej 12 vitesh Vengu nuk ka hyrë në Greqi dhe ka refuzuar 4 ftesa zyrtare të NATO-s dhe bashkëpunimit Shqipëri-Greqi. Emërimi I tij ministër I Mbrojtjes nga Edi Rama ka prodhuar 2 skandale paralele, një ministër që nuk gëzon besim tek partnerët strategjik dhe nuk mund të kryejë normalisht funksionet e tij në Aleancën Euroatlantike. Air Albania nuk fluturon, por skandalet e saj fluturojnë lart. Për ditë qytetarët mbeten në rrugë, ndërsa kompania shet bileta për fluturime që nuk ekzistojnë. Një javë të tërë anulime, ndryshime oraresh, avion të fshehur në Stamboll, kallëzime penale në SPAK për mashtrim dhe shkelje kontratash, dhe askush nuk përgjigjet. Flota aktive është thuajse zero, vetëm një avion sporadik arrin të ngrihet. Pasurimi privat mbi parat publike, marrëveshje pa tender, pa transparencë, politika që vendos dhe shteti që hesht, punonjësit lihen pa paga, qytetarët pa bileta, kurse kontrolli real I kompanisë mbetet tek privatët. Air Albania nuk është vetëm një kompani që dështoi, është simboli I korrupsionit në qiellin shqiptar, ku propaganda fluturon, por e vërteta bie me zhurmë në tokë. Në qarqet e Korçës, Elbasanit dhe Shkodrës, po përzgjidhen drejtuesit e rinj të policisë. Në garë janë 6 kandidatë me eksperiencë të ndryshme në strukturat e shtetit. Luard Sallaku, Alban Çela, Dritan Lena, Uljan Shpataraku, Adrian Çipa dhe Ilsor Islami. Përzgjedhja do të bëhet nëpërmjet një procesi me faza dhe pikëzimi final do të përcaktojë renditjen. Ndryshimet erdhën pas dorëheqjes së Fatmir Hoxhës në Elbasan dhe shkarkimeve në Shkodër e Korçë, pas ngjarjeve të rënda, aksionet për shëmbjet pa leje në Theth dhe pengmarrja në Devoll. Për drejtuesit e rinj, presioni është I madh, duhet të marrin kontrollin e situatave kritike dhe të rikthejnë sigurinë në qarqet e tensionuara.
Sezoni i gripit ka nisur më herët këtë vit, duke sjellë shqetësim për variantin e ri AH3N2, të njohur si nën tip K. Ky virus ka mutacion që e bën më të transmetueshëm dhe ka rritur numrin e të shtruarve në spitale në disa vende. Ekspertët shqiptar thonë se nuk ka vend për panik. Varianti mbetet brenda familjes së zakonshme të gripit dhe vaksina e këtij viti, edhe pse nuk përfshin variantin K, ndihmon në rritjen e imunitetit. Megjithatë, Organizata Europiane Shëndetësore paralajmëron se infektimet po rriten më herët se zakonisht, duke bërë këtë sezon kritik për shëndetin publik. Qarkullimi i gripit është i shpejtë dhe koha për të reaguar është tani për të mbrojtur vetveten dhe të tjerët. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj 3 personave për sulmin ndaj kanalit të Ibër Lapencit. Sipas akuzës, më 29 nëntor 2024, të pandeurit vendosën rreth 20 kg TNT brenda kanalit, duke shkaktuar dëme të rënda në strukturën e tij, ndërprerje të furnizimit me ujë dhe rrezik në prodhimin e energjisë. Vlera e dëmit arrin në 376.774 euro. 2 prej të akuzuarve aktivizuan eksplozivin përmes një çante të lidhur me shtyllën e betonit, ndërsa njëri prej tyre akuzohet edhe për spionazh, duke mbledhur informacione të klasifikuara për shërbimin informativ ushtarak të Serbisë. Të pandeurit përballen me akuza për veprat penale, kryerje të veprës terroriste, rrezikim të rendit kushtetues, armbajtje pa leje dhe spionazh. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mbërritur në Itali, ku u prit nga kryeministria Giorgia Meloni në pallatin Chigi në Rom. Para takimit Zelensky u takua edhe me papën, të cilin e ftoi të vizitojë Ukrainën, duke i quajtur një sinjal të fortë mbështetjeje për popullin e vendit të tij. Kjo vizitë vjen pas vendimit të qeverisë italiane për të shtyrë një dekret që do të lejonte furnizime ushtarake shtesë për Ukrainën. Tensione brenda koalicionit qeveritar, ku Matteo Salvini ka vënë në dyshim mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën, e bëjnë këtë takim edhe më strategjik. Meloni ka premtuar mbështetje në fund, ndërsa Zelensky kërkon solidaritet në përballimin e agresionit rus, që po i afrohet përvjetorit të 4. Kancelari gjerman Friedrich Merz i është përgjigjur deklaratave të ashpra të Donald Trump për Europën, duke i cilësuar disa si pjesë të strategjisë amerikane të papranueshme nga një këndvështrim evropian. Merz thekson se Europa nuk ka nevojë të shpëtohet nga SBA-ja, sepse është në gjendje ta përballojë vetë sfidën demokratike. Ndërkohë Trump ka kritikuar udhëheqësit evropian si të dobët dhe të paaft, duke e përshkruar Bashkimin Evropian si një bashkësi kombesh në shpërbërje. Ai ka vënë në dyshim menaxhimin e luftës në Ukrainë dhe kontrollet mbi imigracionin, duke theksuar se Europa nuk prodhon rezultate. Komentet e tij vijnë në një kohë të tensionuar për negociatat e paqes dhe rrisin shqetësimin për qëndrueshmërinë e mbështetjes amerikane ndaj aleatëve dhe forcën e Ukrainës në përballjen e Rusisë. Organizata Reporter pa kufi raporton një vit të tmerrshëm për gazetarët. 67 profesionistë të medias janë vrarë gjatë ushtrimit të detyrës ndërkombëtarisht, gjysma në rripin e Gazës. RSF paralajmëron se kjo rritje vjen nga veprimet kriminale të forcave të armatosura dhe krimit të organizuar. Aktualisht 503 gazetarë mbahen të burgosur në 47 vende, përfshirë 121 në Kinë dhe 48 në Rusi, ndërsa 135 janë të zhdukur dhe 20 të mbajtur peng, kryesisht në Siri dhe Yemen. Meksika shënon vitin më vdekjeprurës, me 9 profesionistë vrarë. Raporti nxit shqetësim global për sigurinë e gazetarëve dhe lirinë e shtypit, duke treguar se përballja me kërcënimet ndaj medias është më urgjente se kurrë. Myrto Ozuni rikthehet në vëmendje, jo për golat, por për pamjet nga dasma e motrës së tij, ku shihet duke hedhur para gjatë festës. Një gjest familjar që u komentua gjerësisht në rrjetet sociale dhe u kritikua si i tepruar dhe pa etik. Futbollisti Beratas reagoi menjëherë, duke sqaruar se nuk bëhej fjalë për mendjemallësi, por për një shprehje emocionesh në një moment të rëndësishëm familjar. Ai theksoi se prioritet mbetet familja dhe separat nuk janë për luks, por për gëzim dhe bashkim, duke rikthyer fokusin tek vlerat dhe respekti për të afërmit.